Shpopullimi mbetet një nga fenomenet më shqetësuese të dekadës së fundit në vend. Pjesa më e madhe e fshatrave janë braktisur nga banorët, të cilët në kërkim të një të ardhme më të mirë janë larguar në qytete të mëdha apo kanë emigruar. Shpopullimi ka prekur masivisht 10 fshatrat e njësisë administrative Labinot Mal në Elbasan. Në fshatin e Muzhaqeve nga 50 familje që jetonin dikur, nuk kanë mbetur as 5. Ndërkohë edhe më e rëndë paraqitet situata në fshatin Ben, ku nga 250 familje, sot ka mbetur vetëm një, por situata paraqitet e zymtë në të gjitha fshatrat e njësisë administrative. Banorët thonë se shkak është bërë mungesa e një pune, infrastruktura e dëmtuar dhe mos vlerësimi i produkteve që ata prodhojnë. Unë jam nisur në Ben. Shpopullimi aty është pothuajse i braktisur komplet, për shkaqe që u thash pak më parë. Aty kanë qenë mbi 250-300 familje. Fshati Ben. 250, nuk e kam iden, por këtë 250-300 familje kanë qenë. Ndërsa tani u thash, ka ngel tek familje. Arsyeja e largimit është ikën fillimisht në fillim të viteve 90 për një jetë më të mirë, kuptohet, edhe mungesa e infrastrukturës. Jashtë. Po unë kam lëvizur nga viti 2002. Arsyet dihet. Po shpopullohej, nuk krijeshe ma vetë. Një zonë të cilën e ka bekuar natyra, dora e njeriut nuk ka ditur ta vlerësoj, sot edhe të moshuarit po largohen nga fshati. Po u braktisën ikën të gjithë. Se? Nga kushtet e këqija që s'ka mirë, ikën njerëzit. Jashtë kanë ikë, dhe në poshtë kanë ikë. 3-4 shtëpi kemi njerëzit. Janë 22-3. Shumë vështirë është. Shumë vështirë. Qa të bëjmë në qëtë, ku të shkojnë. Po s'djemë pësu për shtatët veni duhet t'ikin sa ma mirë, sa ma kushtet mirë. I pengon shumë rrugë i keqe, shumë asë i gjënë s'ka fare. E në do ikin kalama, që të bëjmë. Unë e këtu i kam, në Elbasan punoj. Mos the se kam qenë 50 shtëpi, 50 familje në më, se 50, që kanë nikë. Në para ime kanë njëllë 4 shtëpi, 4 familje. Kanë njëllë ka 2 pleq. S'kec me ba. A në natë që i kemi njëllë se nga ajo që u kam kalamajt tu, kanë e simjet shkollë tu, i kam bijak. Edhe marrën e simjet të mesmen, edhe të të rojë mas kalamajme të shkojmë në najne, nuk kec me ba. Pi mos gjatë, se e shumë ashtë, nuk ke se si. Nuk ke se tjetojsh. Nuk ka tarna, nuk ke ku të punosh, nuk ke ku të jetosh. Nuk po i ke këto për këtë veni, po e kam i këtë punën e shovi i gjanë, po këtu nuk ke ku të gjenë shas i gjanë fare. Mungesa e vëmendjes së shtetit për fshatin shumë shpejt do të largojë edhe ato pak familje, që sot janë dedikuar tërësisht punës në bujqësi.